Data 22 prill. Levitiku, kapitulli 26. Nuk do të bëni idhuj, nuk do të ngrini figura të gdhendura ose ndonjë kolon dhe nuk do të vendosni në vendin tuaj asnjë gur të stolisur me figura, me qëllim që të përuleni para tij, sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Do të respektoni shabatet e mia dhe do të respektoni shenjtëroren time. Unë jam Zoti. Në rast se silleni sipas statuteve të mia, nëse respektoni urdhrat e mia dhe i zbatoni në praktik, unë do t'ju jap shirat sipas stinëve. Toka do të jap prodhimin e saj dhe druret e fshatit do të japin frytet e tyre. Dëshira do të vazhdojnë deri në kohën e vjeljes së rrushit dhe vjelja e rrushit do të vazhdojë deri në kohën e mbjelljeve. Do të hani bukën tuaj sa të ngopeni dhe do të banoni të sigurt në vendin tuaj. Unë do të bëj që të mbretëroj paqja në vend. Do të bini në shtrat dhe askush nuk ka për t'ju trembur. Do të zhduk nga vendi juaj kafshët e këqija dhe shpata nuk ka për të kaluar nëpër vendin tuaj. Ju do t'i ndiqni armiqtë tuaj dhe ata do të bien para jush të shpuar tepërtej nga shpata. 5 prej jush do të ndjekin 100 prej tyre dhe 100 prej jush do të ndjekin 10.000 prej tyre. Dhe armiqtë tuaj do të bien para jush të shpuar tepërtej nga shpata. Unë do të kthehem nga ju, do t'ju bëj pjellor dhe do t'ju shumëzoj, dhe kështu do të vërtetoj beslidhjen time me ju. Ju do të hani nga prodhimi i vjetër i ruajtur për një kohë të gjatë dhe do ta hiqni atë për t'i bërë vend prodhimit të ri. Unë do ta vendos banesën time midis jush dhe nuk do t'ju përzë. Do të eci midis jush dhe do të jem Perëndia juaj dhe ju do të jeni populli im. Unë jam Zoti, Perëndia juaj që ju nxori nga vendi i Egjiptit, që të mos ishit më sklevërit e tij. E kam thyer zgjedhën tuaj dhe kam bërë që të ecni me kokën lart. Por në rast se nuk më dëgjoni dhe nuk zbatoni në praktik të gjitha urdhërimet e mia, në rast se përçmoni statutet e mia dhe shpirti juaj hedh poshtë dekretet e mia, duke mos zbatuar në praktik të gjitha urdhërimet e mia, duke shkelur beslidhjen time, edhe unë do të bëj këtë për ju. Do të çoj kundër jush tmerrin, ligështimin dhe ethet, të cilët do të konsumojnë sytë tuaj dhe do ta bëjnë jetën tuaj të meket, dhe do ta mbillni kot farën tuaj, sepse do ta hanë armiqtë tuaj. Do ta kthej fytyrën time kundër jush dhe armiqtë tuaj do t'ju mundin. Do të sundoheni prej atyre që ju urrejnë dhe do t'u ambathni këmbëve pa qenë të ndjekur nga askush. Dhe në qoftë se edhe mbas kësaj nuk më dëgjoni, unë do t'ju dënoj 7 herë më tepër për mëkatet tuaja. Do ta thyej kryelartësinë e forcës suaj. Do ta bëj qiellin tuaj si hekur dhe tokën tuaj si bakër. Forca juaj do të konsumohet më kot, sepse toka juaj nuk do të jap më prodhimet e saj dhe druret e fushës nuk do të japin më frutat e tyre. Dhe në rast se silleni si armiq të mi dhe nuk doni të më dëgjoni, unë do t'ju godas 7 herë më tepër me plag, sipas mëkateve tuaja. Do të dërgoj kundër jush bishat e fushës që do të rrëmbejnë fëmijët tuaj, do të shfarosin bagtin tuaj, do t'ju paksojnë shumë dhe do t'i bëjnë të shkreta rrugët tuaja. Dhe nëse me gjithë këto gjëra nuk do të ndrejshini për t'u kthyer tek unë, por me sjelljen tuaj silleni si armiq të mi, edhe unë do të bëhem armiku juaj dhe do t'ju godas 7 herë më tepër për mëkatet tuaja. Dhe do të sjell kundër ju shpatën që do të kryej hakmarrjen e beslidhjes sime. Ju do të mblidheni në qytetet tuaja, por unë do të dërgoj në mes jush murtajen dhe do të bini në duart e armikut. Kur do t'ju heq bukën e gojës, 10 gra do të pjekin bukën tuaj në të njëjtën furrë dhe do të racionojnë bukën tuaj, duke e shpërndar me peshë. Ju do të hani, por nuk do të ngopeni. Dhe nëse me gjithë këtë nuk do të më dëgjoni, por do të silleni si armiq të mi, edhe unë do të bëhem armiku juaj plotmëri dhe do t'ju dënoj 7 herë më shumë për mëkatet tuaja. Do të hani mishin e bijve tuaj dhe do të hani mishin e bijave tuaja. Unë do të shkatërroj vendet tuaja të larta, do të rrëzoj idhujt tuaj dhe do t'i hedh kufomat tuaja mbi gërmadhat pa jetë të idhujve tuaj dhe do t'ju urrej. Do t'i katandis qytetet tuaja në shkret e tira. Do të shkretoj vendet tuaja të shenjta dhe nuk do të thith më erën e këndshme të parfumeve tuaja. Do të shkretoj vendin dhe armiqtë tuaj që banojnë në të do të mbeten të habitur. Do t'ju shpërndaj midis kombeve dhe do të nxjerr shpatën kundër jush. Vendi juaj do të shkretohet dhe qytetet tuaja do të jenë të shkretuara. Atëherë toka do të gëzojë shabatin e saj për gjithë kohën që do të jetë e shkretuar dhe ju do të jeni në vendin e armiqve tuaj. Kështu toka do të pushojë dhe do të gëzojë shabatet e saj. Për gjithë kohën që do të mbetet e shkretuar, do të gëzojë pushimin që nuk pati në shabatet tuaja kur banonit në të. Atyre prej jush që do të shpëtojnë, do të kallë në zemër tmerrin në vendin e armiqve të tyre. Fërfërime e një gjethi që lëviz do t'i bëjë që t'u ambathin këmbëve.
do të turren ashtu siç iket përpara shpatës dhe do të bien pa i ndjekur askush. Do të përplasen njëri me tjetrin, ashtu si përpara shpatës pa i ndjekur askush, dhe nuk do të mund të qëndroni përpara armiqve tuaj. Do të shuheni midis kombeve dhe vendi i armiqve tuaj do t'ju gëlltis. Ata për jush që do të mbjetojnë do të përgjërohen për shkak të pallësisë së tyre në vendin e armiqve, edhe do të përgjërohen gjithashtu për shkak të pallësisë së etërve të tyre. Por nëse do të pranojnë pallësinë e tyre dhe pallësinë e etërve të tyre në shkelje që kanë kryer kundër meje dhe gjithashtu sepse janë sjellë si armiq të mi, saqë më kanë shtyrë të bëhem armik i tyre dhe t'i çojnë në vendin e armiqve të tyre, në rast se zemra e tyre pa rreth prerë do të përulet dhe do të pranojnë dëshkimin e pallësisë së tyre, atëherë unë do të kujtohem për beslidhen time të lidhur me Jakobin, do të kujtohem për beslidhen time të lidhur me Isakun dhe për beslidhen time me Abrahamin dhe do të kujtohem për vendin. Sepse vendi do të braktiset prej tyre dhe do të gëzoj shabatet e tij, ndërsa do të jetë i shkretuar pa ta. Kështu ata do të pranojnë dëshkimin e pallësisë së tyre për faktin se kanë përçmuar dekretet e mia dhe kanë kundërshtuar statutet e mia. Megjithatë, kur do të ndodhen në vendin e armiqve të tyre, unë nuk do t'i përçmoj dhe nuk do t'i urrej aq sa t'i asgjësoj krejt dhe të prish beslidhen time që kam lidhur me ta. Unë jam Zoti, Perëndia i tyre. Por për dashuri ndaj tyre do të kujtohem për beslidhjen e lidhur me stërgjyshrit e tyre, që i nxora nga vendi i Egjiptit para syve të kombeve për të qenë Perëndia i tyre. Unë jam Zoti. Këto janë statutet, dekretet dhe ligjet që Zoti vendosi midis tij dhe bijve të Izraelit mbi malin Sinai me anë të Mojsiut. Psalmi 33. Nga zëllon jo njerëz të drejtë të Zoti, lëvdimi u shkon për 7 njerëzve të drejtë. Kremtojini Zotin me qeste, këndojini atij me harpën me 10 tela, këndojini një kantik të ri, bjerini me mjeshtri veglës dhe brohëritni, sepse fjala e Zotit është e drejtë dhe të gjitha veprat e tij janë bërë me saktësi. Ai e do drejtësinë dhe barazinë. Toka është e mbushur nga mirësitë e Zotit. Qiejt u bën me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. Ai mblodhi ujërat në një togë dhe vendosi thellësitë e tyre të mëdha si rezervuar. Tërë toka le të ketë frikë nga Zoti dhe le të dridhen para tij tërë banorët e botës. Sepse ai foli dhe gjëja u bë. Ai urdhëroi dhe gjëja u shfaq. Zoti e bën të dështojë planin e kombeve dhe asgjëson synimet e popujve. Plani i Zotit mbetet për jetë dhe qëllimet e zemrës së tij për çdo brez. Luma i komb që ka Perëndin Zotin, lum populli që ai ka zgjedhur për trashëgim të tij. Zoti shikon nga qielli, ai shikon tërë bitë e njerëzve. Nga vendi i banimit të tij, ai këshyr tërë banorët e tokës. Ai e ka formuar zemrën e të gjithëve, ai kupton tërë veprat e tyre. Mbreti nuk shpëtohet nga një ushtri e madhe. Trimi nuk shpëton për shkak të forcës së tij të madhe. Kali është një shpresë e kotë shpëtimi dhe me forcën e tij të madhe nuk mund të shpëtojë asnjëri nga rreziku. Ja, syri i Zotit është mbi ata që kanë frikë para tij, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij, për ta çliruar shpirtin e tyre nga vdekja dhe për t'i mbajtur të gjallë në kohë urie. Shpirti ynë pret Zotin. Ai është ndihma jon dhe mburoja jon. Po, zemra jon do të gëzohet tek ai, sepse kemi besim në emrin e tij të shenjtë. Mirësia jote qoftë mbi ne o Zot, sepse kemi pasur shpresë te ti. Predikuesit, kapitulli 9. Kështu unë mendova gjithë këtë në zemrën time për të kërkuar ta qartësoj, që të drejtët dhe të urtët dhe veprat e tyre janë në duart e Perëndisë. Njeriu nuk njeh as dashurinë as urrëtitjen. Gjithçka është para tij. Çdo gjë u ndodh në mënyrë të njëllojë të gjithëve. I njëjti fat pret të drejtin dhe të pabesin, të mirin, të pastrin dhe të papastrin. Ato që ofron flijime dhe ato që nuk i ofron. Si i miri është edhe mëkatari, dhe ai që betohet si ai që ka frikë të betohet. Kjo është një e keqe që bëhet në ndjell. Të gjithë kanë të njëjtin fat dhe përveç kësaj, zemra e bijve të njerëzve është plot ligësi dhe marrëzia qëndron në zemrën e tyre përderisa jetojnë. Pastaj shkojnë te të vdekurit. Përderisa njeriu është i bashkuar me gjithë të gjallët e tjerë, ka shpresë. Sepse një qen i gjallë vlen më tepër se një luan i ngordhur. Të gjallët në fakt e dinë se kanë për të vdekur, por të vdekurit nuk dinë asgjë. Por ta nuk ka më asnjë shpërblim, sepse kujtimi i tyre harrohet. Edhe dashuria e tyre, urrëtia e tyre dhe smira e tyre janë zhdukur tashmë dhe ata nuk do të kenë asnjë pjesë në të gjitha ato që bëhen në ndjell.
Shko, ha bukën tënde me gëzim dhe pi verën tënde me zemër të gëzuar, sepse Perëndia i ka pëlqyer veprat e tua. Rrobat e tua qofshin të bardha në çdo kohë, dhe vaj mos mungoft kurrë mbi kokën tënde. Gëzoje jetën me gruan që do për të gjitha ditët e jetës tënde të kotësisë, që ai të ka dhënë në ndjell për të gjitha ditët e kotësisë, sepse kjo është pjesa që të takon në jetë dhe në mundin që kryen në ndjell. Tërë ato që dora jote gjen për të bërë, bëj me gjithë forcën tënde, sepse në Sheol ku po shkon nuk ka më as punë, as mendim, as njohuri dhe as dituri. Gjithashtu pash në ndjell që vrapimi nuk fitohet nga ai që është i shpejt, as betejë nga më të fortët. As buka nuk u shkon të urtëve, as pasurit njerëzve të zgjuar, as favori atyre që janë të shkathët, por të gjithëve gjërat u ndodhin sipas kohës dhe rastit. Sepse njeriu nuk e njeh orën e tij. Ashtu si peshqit që kapen në një rrjet mizore dhe si zogjt që kapen në një kurth, kështu bide njerëzve kapen në kurth në kohën e fatkeqësisë, kur ajo bie papritur mbi ta. E pash edhe këtë shembull të diturisë në ndjell dhe mu duki madh. Ishte një qytet i vogël me pak njerëz brenda. Një mbret i madh doli kundër, e rrethoi dhe ndërtoi bastione të mëdha. Por gjendej në të një njeri i varfër dhe i urt, i cili me diturinë e tij e shpëtoi qytetin. Megjithatë, asnjëri nuk u kujtua për këtë njeri të varfër. Atëherë unë thash, dituria vlen më shumë se forca, por dituria e të varfrit për buzët dhe fjalët e tij nuk dëgjohen. Fjalët e të urtëve që thuhen shtruar dëgjohen më mirë se britmat e atij që sondon mbi budallëjt. Dituria vlen më tepër se armët e luftës, por një mëkatar i vetëm shkatërron një të mirë të madhe. Titit, kapitulli i parë. Pali, shërbëtori i Perëndisë dhe apostulli i Jezu Krishtit, sipas besimit të zgjedhurve të Perëndisë dhe njohjes të së vërtetës sipas perëndishmërisë, mbi shpresën e jetës së përjetshme të cilën Perëndia, që nuk gënjen, e premtoi përpara kohërave të përjetshme, dhe që në kohë të caktuara e shfaqi fjalën e tij me anë të predikimit që më besua me urdhër të Perëndisë, shpëtimtarit ton, Titit, biri të vërtet në besimin e përbashkët. Hir, mëshirë dhe paqe prej Perëndisë, Atit, dhe prej Zotit Jezu Krisht, shpëtimtarit ton. Por këtë arsye të lash në Kret, që ti të rregullosh punët që kanë mbetur pa u bërë dhe që në çdo qytet të caktosh pleq, siç të porosita. Nëse njëri është i paqërtueshëm, bashkëshorti një gruaje të vetme, të ketë fëmijë besimtar që nuk akuzohen për jetë të shthurur dhe mos nënshtrim. Sepse peshkopi, si administruesi i shtëpisë së Perëndisë, duhet të jetë i paqërtueshëm, jo arrogant, jo zemrak, jo i dhënë pas verës, jo i dhunshëm, jo njeri që lakmon fitim të turpshëm, por mikpritës, mirëdashës, mendje gjerë, i drejtë, i shenjtë, i përmbajtur, që mban fort fjalën besnike siç i është mësuar, që të jetë në gjendje me doktrinën e shëndosh të nxis dhe të bind ata që flasin kundër. Sepse ka veçanërisht ndërmjet atyre që janë nga rrethprerja shumë të panënshtruar, fjalkot dhe mashtrues, të cilëve u duhet mbyllur goja. Këta ngatërrojnë shtëpitë të tëra duke mësuar ato që s'duhen për fitim të ndyrë. Një nga ata, profeti tyre tha: Kretasit janë gjithnjë gënjeshtar, e gërësirat e këqija, park për tac. Kjo dëshmi është e vërtetë. Për këtë shkak, shërtoi prerazi që të shëndoshen në besim, pa u vënë veshin prallave të judejve dhe urdhërimeve të njerëzve që largohen nga e vërteta. Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, por asgjë nuk është e pastër për të ndoturit dhe për ata që nuk besojnë. Madja dhe mendja dhe ndërgjegja e tyre janë të ndotura. Pohojnë se njohin Perëndin, po me vepra e mohojnë sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pasprovuar për çfarëdo vepre të mirë.